Ramabaja. Ka qenë ndjekur për terrorizëm njëri ullo. Dhe njëri është njëni për themeluesve kryesor të lëvizjes Deçanit. Njëni për themeluesve kryesor të lëvizjes Deçanit. Një projekt kaq morbid për praktikën e fesë të 1,5 milion njerëzve, faktikisht me dhunë, sepse nas po do me ndrufen. E mirë është ata me mshel gojen, me mbyll këtë projekt dhe me na lënë rahat, po do në vëllai me ndrru historinë e komit shqiptar. Po do në me thonë që veç katolikët e kanë formu komin shqiptar. Katolikët nuk e kanë formu komin shqiptar. Ne nuk e kemi ndërmend të lëvizim as 1 milimetër nga besimi në islam, nga identiteti ynë shqiptar. Eksperimenti edhe me përpjekjen për me shërënjës islamin bëhet në këtë çadër të prezencës ndërkombëtare, e cila në fakt ju jep garanci këtyre njerëzve. Pse deri sot asnjë fjalë nuk e thon Bashkimi Evropian dhe shtetet e Bashkimit Evropian për një projekt kaq morbid për braktisjen e fesë të 1,5 milion njerëzve, faktikisht me dhunë, sepse nas po do me ndrufen. Pse asnjë reagim nuk ka? Pse Vatikani asnjë fjalë nuk e thot, përderisa dihet që të gjitha kishat janë në jurisdiksionin e Vatikanit. Dhe nëpër këto kisha organizohen të ashtu quajturat pakzime të atyre që, vullnetarisht kalojnë krishterim. Pse nuk ka reagime? Do më thonë, ekziston, thjesht duhemi veç me e kuptu që ekziston një, më thonë, projekt që shumë ma i madhë. Për ndryshe, me që Kosova është krizë ndërkombëtare, po ta kishin preokupim ruajtjen e stabilitetit. Nuk do të lejonin projekte të tilla që potencialisht janë destabilizuese. E kundërta është e vërtetë, domethënë ata lejojnë këto projekte pikërisht për të provokuar, për ta nxit eventualisht ta quajturin ekstremizëm islamik dhe nën pretekstin e tij manej për të ndërmarrë mosa ndërshkuese të mëtejshme ndaj lirive dhe të drejtave fetare të muslimanëve. Pse heshtin institucionet shtetërore të Kosovës, policia, prokuroria, qeverit, partit, mu më duke se është heshtje e motivume në fakt nga pozita neokoloniale që ka Kosova në raport me faktorën ndërkombëtar, dhe në fundit, si është e mundshme që regjistrohet në administratën e shtetit një organizat e cila bën thirrje për braktisjen e një feje të shumicës absolute të popullsisë. Çu është regjistrohet ajo organizat? Ajo ka emrin Lëvizja për Rikthim. Është asociacion 100% i për afërt me rekonkuistën. Rekonkuista do më thonë pushtimi i sërishëm, ose kthimi i sërishëm. Do më thonë është fjala për një projekt bukfalisht gjenocidal, të cilit i referohen dhe ajo regjistrohet krejt në rregull në institucione, janë prezent në për media, eksponentët e kësaj organizate Lëvizja për Rikthim. Disa për tyne janë një 4-5 debatet kryesore, emisionet kryesore të debateve, në secilin për tyne është ka një. Prej të veniste nishi është një, në të shtatë është një tjetër, në Dugazhen është një tjetër, është komplet e orkestrume që eksponentet kryesor të lëvizjes për Rikthim ose lëvizjes Deçanit janë çdo natë prezent në televizion. Dhe çdo natë përhapin idetë e tyne kriminale, edhe as ka ligj. Njëri për tyne ka qenë i ndjekun për terrorizëm, për shembull. Po Ramabaja. Ka qenë i ndjekun për terrorizëm njëri ullo. Dhe njëri është njëni për themeluesve kryesor të lëvizjes Deçanit. Dhe është eksponenti kryesor i lëvizjes Vetëvendosje, e cila është në pushtet. Na jena të luajt teze, po ju kallëzoj si shoqëni, na shumica jena të luajt teze, projekti është shumë ma kriminal, edhe shumë ma i rrezikshëm se sa që duket, sepse është i planifikuar në qatë mënyrë
që me ka pikat kryesore të politikës, të mediave, të bizneseve, të shoqënisë dhe një ditë të bukur me tentumen e bo bashkë që ja u kanë bo muslimanëve në Spanjë. Me që klima politike dhe sigurisë është e këtill dhe i stimulon këto projekte, mund të pritet që do të ketë presione edhe ma shumë në të ardhmen. Shkalla aty në do të varet jo vetëm nga synimet e tyre, dhe kjo është shumë me rëndësi, sepse synimet e tyre po shihet se janë të shfrenuara, por do të varet nga aftësia jonë për ta refuzuar këtë presion dhe për të mbrojtur prej tij. Organizimi më i mirë i komunitetit tonë është përgjigje adekuate ndaj gjithë këtyre pretendimeve. Organizimi më i mirë nënkupton fuqizimin e institucioneve fetare, adresimin ligjor të rasteve që vlerësohen si dhunë ndaj ndjenjave fetare, aftësimin për të paraqitur në publik vlerat tona si besimtarë, dhënien e mesazheve për bashkëjetesë paqësore me të gjitha komunitetet fetare dhe forcimin e identitetit ton kombëtar e fetar. Heshtja ndaj këtij provokimi të ndyrë nuk është zgjidhja e duhur. Frika para këtyre shantazhuesve të përshtirë duhet të përjashtohet si mundësi. Dialogu me njerëzit vullnetmirë duhet të mbetet synim ynë strategjik. Sepse si komunitet fetar me shumicë absolute, përgjegjësinë e kemi më të madhe se gjithë tjerët. Nëse arrim organizim të duhur, ashtu si Zoti ka kërkuar nga besimtarët, ju e dini çka kërkon Zoti nga besimtarët kur janë në luftë, jo vetëm frenojmë aktivitetet anti-islame të vagabëndëve, vagabëndi quheshin aktivistat e parë të rekonkuistës në Spanjë, që kanë provoku muslimanët që ja kanë djeg shtëpiat ose i kanë rrehë në rrugë, janë quajtur vagabënd, kështu i quhen Simon Vizentali, vagabënd. Pra edhe në rastin tonë realisht kemi të bëjmë me vagabënd, por ashtu do më thuhet nismetare thash, por mund të ndryshojmë perceptimet e silleve ndaj nesh edhe faktorëve tjerë. Pra me një organizim më të mirë, me një vendosmëri më të madhe, na mujmë me ja ndryshu qëndrimet edhe këtyre faktorëve që qëndrojnë në mbrapaskenë të këtyre iniciativave. Dhe mund të ndalim këtë veprim të rrezikshëm i cili ndër pasojat eventuale mund të hapë edhe temën e mbyllur moti, temën e mënyrës së formimit të kombit tonë shqiptar dhe të kontributeve që kanë dhënë në formimin e historisë tonë. Këta po donë Allah me ndrru historinë e kombit shqiptar. Këta po donë me thonë që veç katolikët e kanë formu kombin shqiptar. Dhe nëse doni me konë shqiptar, doni me bo katolik. Po kjo hap manena temën që kanë mbyll rilindasit mënyrën më të ndershme, më të bukur të mundshme. Kush e ka formu kombin shqiptar? Nëse sot po rezervohem me dhënë përgjigje veç një sene di, katolik nuk e kanë formu kombin shqiptar dhe nuk janë vullmbajtës të kombit shqiptar. Kjo është e sigurt. Unë si albanolog këtë punë e di se ta një jetë e një marrë me historinë shqiptare dhe me kulturën shqiptare. Po të mos ishte ajo ndërmarrje e madhe e rilindasve prej Hoxha Tahsinit e të poshtë, s'do të kishte kurbe kom shqiptar. Kështu që e mirë është mos me u hap këto tema, e mirë është ata me mshel gojen, me mbyll këtë projekt dhe me na lënë rahat në mënyrën se si na dona me besu edhe mënyrën se si dona me jetu. Ne nuk e kemi ndërmend të lëvizim as 1 milimetër nga besimi ynë islam, nga identiteti ynë shqiptar dhe nga përkatësia jonë evropiane. Pra në njëjtën kohë na jena shqiptar, jena musliman dhe jena evropian. Do s'kena pse me hap këtë temë. E ka zgjidh historia, e ka zgjidh gjeografia, e ka zgjidh që mohon përcaktimi i vullnetit tonë. Kur nuk na kanë largu nga islami, nga Shqiptaria dhe nga Kosova jonë, aleancat ushtarake të shteteve ballkanike që i përmenda herët, sponsorizimet e fuqive të mëdha, gjenocidet e përsëritura, nuk ka shans të na largojnë nga identiteti ynë i rrënjosur e i vulosur, ata që Simon Vizentali si thash i quhen vagabënd. Vagabënd janë edhe këta tash, por për dallim nga Spanja mesjetare, në rastin tonë, shteti është i yni,
e nuk mund të jetë kurrë në durët e tyre e atyre që tentojnë ta deformojnë historinë dhe të ardhmen tonë. Ne nuk e kemi ndërmend të lëvizim as 1 milimetër nga besimi ynë islam, nga identiteti ynë shqiptar dhe nga përkatësia jonë evropiane. Pra në njëjtën kohë na jena shqiptar, jena musliman dhe jena evropian. Do s'kena pse me hap këtë temë. E ka zgjidh historia, e ka zgjidh gjeografia, e ka zgjidh që më përcaktimi i vullnetit tonë. Kur nuk na kanë largu nga islami, nga shqiptaria dhe nga Kosova jonë, aleancat ushtarake të shteteve ballkanike që i përmenda herët, sponsorizimet e fuqive të mëdha, gjenocidet e përsëritura, nuk ka shans të në largojnë nga identiteti ynë i rrënjosur e i vulosur, ata që Simon Vizentale, si thash, i quhen vagabond. Vagabond janë edhe këta tash, por për dallim nga sponja mesjetare, në rastin tonë, shteti është i yni e nuk mund të jetë kurrë në durët e tyre e atyre që tentojnë ta deformojnë historinë dhe të ardhmen tonë. Shënjestër.net